Pas shumë vitesh mungesë kisha Shëngjirgjit në rast të butë të Lezhës është ngritur sërish, ka qenë vetë komuniteti i zonës ai që është bashkuar për ta rindërtuar kishën nga themelet, e cila mbart më shumë se një vlerë fetare. Kisha ishte dëmtuar dhe më pas ishte shkatëruar gjatë viteve të komunizmit, fal kontributit dhe përkushtimit të banorëve të rast të butë dhe zimjave, ajo që dikur mbeti vetëm një kujtim është tashmë sërish pjesë e jetës komunitetit. Besimi nuk shuhet kur. Është iniciativa e banorëve të këtyre dy fshatrave, Zimaj dhe Ras, të cilat patën dëshirën dhe njëtin për të ndërtuar këtë kishë përsëri. Çdo fshat ka historinë e vet. Edhe Rasi dhe Zimajt kanë historinë e tyre. E thot Gojdhena dhe e vërteta që në këto kodra nisi jeta. Nisi jeta dhe besimi, kumaria dhe vllazërimi. Si banori i kësaj zone kisha për thënë se kisha Shëngjirgjit këtu në Ras ngjason në emër RTS si kisha Shëngjirgjit në Shëngjirgj të Mirditës, Kashinarit. Ashtë thënë se për veprat mira, si në këtë rast ndërtimi ose rikthimi i kësaj kishe në nivel cilësor për të falur njerëzit dhe besimtarët në idetë e tyre, unë kisha për thënë sa bën një vepër shumë e bukur, edhe një vepër që jeton gjatë. Këtu kisha është e rëndësishme sepse është një ditë e veçantë për fshatin tu, pasi kjo kishë ka qenë shkatëruar, është rindërtuar me mundin e me djersën e gjithë fshatarëve, me kontributin e disa vetëve. Kjo është e rëndësishme se këtu tash i vinë njerëzit e kujdesin e bëjnë ka priftërit vinë e bëjnë meshat e vetë. Kryetari i Njësisë Administrative Ngrejë në Bashkinë Lezhë, Agustin Zefi, vlerësoi angazhimin e banorëve dhe të gjithë atyre që kontribuan për rikthimin e kishës. Sot jemi në Njësinë Ngrejë, jemi në fshatin e Ras. Siç e shikoni vetë, banorët e zonës janë mbledhur bashkë me IPEZH-in për të bërë shikurimin e kishës së Shëngjirgjit në këtë vend. Një faktor kryesor që bëri të mundur që ndërtimin e kësaj kishe ishte infrastruktura, e cila pak më parë u bë ndërtimin nga Bashkia Lezhë. Dua të falenderoj të gjithë iniciatorët, të gjithë ata që kontribuan me mundësitë e tyre që ky objekt kulti të ndërtohet dhe është besoj ndër i vetmi institucion që njerëzit i bën bashkë. Kisha e Shëngjirgjit është një prej pikave me rëndësi për historinë dhe kujdesin e banorëve të rast të butë dhe zimjave. Shugurimi i saj shënon një ditë veçantë, pasi nuk ishte thjesht hapja një objekt të rikulti, por rikthimi një pjesë së historisë, i një kujtimi të vjetër dhe një vendi që prej kohësh e kishin pasur vetëm një kujdes.